Kryetari antikorrupsionit Tatjana Dimitrovska nuk jep dorëheqje nga funksioni, edhe pse është ndaluar ushtrimi i veprimtarisë. Ajo është pjesë e të dyshuar në rastin aditiv për shkak të nxjerrjes së sekretit zyrtar, njërit prej të përfshirëve në rastin e furnizimit të paligjshëm me mazut. Në shkresën drejtuar mediave, Dimitrovska ka shprehur keqardhje për komunikimin që kishte me, siç thot ajo, mikun e familjes, duke theksuar se nuk ka pasur qëllim për të ndikuar në hetim. Komunikimi me një mik familjar i cili më vonë u bë i akuzuar në rastin aditiv ka ndodhur para se të niste procedura ndaj tij nga prokuroria kompetente. Nga Kumtesa e Prokurorisë për Krim të Organizuar dhe Korrupsionin shihet se komunikimi ynë ka zgjatur deri në dhjetor 2024 para se t'i shqiptojë masa e paraburgimit. Pas kësaj mase ndaj tij unë ndala komunikimin. Për shkak të ngjarjeve që lidhen me Dimitrovskën, ish antar të antikorrupsionit kanë kërkuar që ajo të jap dorëheqje, për shkak se dëmtohet besueshmëria dhe kredibiliteti i institucionit në opinion. Sipas Dimitrovskës, integriteti i institucionit nuk duhet të kontestohet dhe sa ajo pret epilog të shpejtë të rastit. Parimi i prezumimit të pafajësisë pra se çdo njeri është i pafajshëm derisa të dëshmohet e kundërta, si dhe parimi i sundimit të së drejtës duhet të respektohen. 6 antarët e tjerë të institucionit që përfaqësohej nuk kanë asnjë lidhje me veprën për të cilën jam e dyshuar. Paraprakisht edhe kryetari të kuvendit Afrim Gashi u bë thirrje që të nisë procedurë për shkarkimin e Dimitrovskës, pasi ajo është emëruar nga parlamenti. Ai u përgjigj se do të presë vendim gjyqësor. Edhe partitë më të mëdha, VMRO, DPMN dhe LSDM, janë shprehur se duhet pritur përfundimi i hetimeve dhe nuk kanë kërkuar dorëheqjen e Dimitrovskës.